Në Shqipëri ka nisur hetimet për përfshirjen e majorit shqiptar Sokol Feka në trafikun e drogës. Ekspertë të shërbimit informativ të ushtrisë do të udhtojnë drejt Spanjës, vendi ku urrëzua helikopteri me drogë dhe një nga pilotët e vrarë rezultoi të ishte majori shqiptar. Ndërkohë të gjitha pikave kufitare të vendit ju është kërkuar një listë e plot me hyrje dhe dalje të ushtarakut shqiptar nga Shqipëria. Policia ka marrë deklarimet e bashkëshortes e cila deri në nëntor jetonte me qira bashkë me Sokolin në lagjën e njohur si Fresku në Tiranë. Për udhëtimin e fundit që i mori jetën, ai kishte thënë bashkëshortes se do të largohej jashtë vendit për arsye pune. Në komunikimin një ditë para rrëzimit të helikopterit, ai kishte njoftuar se do të kthehej në Shqipëri ditën e mërkurë. Edhe të dhënat që janë mbledhur nga familjarët që ndodhen në Kuçov nuk kanë hedhur shumë dritë mbi ngjarjen. Ata kanë deklaruar se Sokoli ishte njëri i rregullt dhe as që kishin dyshime për përfshirjen e tij në ndonjë aktivitet kriminal. Pronari i shtëpisë ku familja Feka banoi deri në nëntor, në një prononcim për gazetën shqiptare ka thënë se ai nuk të krijonte përshtypjen që merrej me gjëra të tilla. Sokol Feka, 41 vjeç, ishte pjesë e ushtrisë shqiptare që prej 18 vitesh kishte marrë gradën major në vitin 2009, konsiderohej si një nga pilotët më të mirë të ushtrisë shqiptare.